Poetja Valbona Lola sjell për lexuesit botimin e saj më të ri me poezi, titulluar Në gjurmët e një gruaje. Ky vëllim poetik i botuar në fillim të muajit mars, në kuadër të ditës së gruas, përmbledh 74 poezi që shprehin ndjenjat, sfidat dhe forcën e gruas në jetën e përditshme. Me një stil të ndjerë dhe të thellë, autoria sjell një reflektim mbi përvojat e femrës në shoqërinë moderne, duke u ndalur tek dashuria, dhimbja, shpresa dhe fuqia për të ecur përpara. Një pjesë e konsiderueshme këtyre poezive i kushtohen pikërisht figurës gruas, të lënë pak në heshtur kohët e fundit, prandaj forcës së tyre të pamat, atyre grave të cilat meritojnë më shumë në shoqërinë e sotme. Autoria ka vendosur që një pjesë të librave të dhurohen për bibliotekën e Burgut të Grave në Pogradec. Përmes kësaj nisme ajo synon të përcjell fuqinë e letërsisë si një formë shprese dhe mbështetjeje për gratë që përballen me sfida të ndryshme në jetë. Gruaja është kudo sot në të gjitha sferat e jetës, por mos harrojmë që ka dhe shumë gra të tjera, të cilat janë pas një përkrahje në zgrip të varfërisë, të cilat meritojnë që t'u jepet një shans i dytë për të jetuar dhe për të rinisur ndoshta pse jo dhe jetën e tyre aty ku e kanë lënë. Ky është botimi i gjashtë i Valbona Lolës, e cila me një stil të ndjeshëm dhe një qasje të veçantë ndaj temave sociale dhe emocionale, vijon të lërë gjurmë në letërsinë bashkëkohore shqiptare.